Sipas të dhënave demografike të publikuara nga Instat për numrin e vdekjeve në vitin 2024, rezulton të kemi një rritje. Gjatë këtij viti është shënuar një rritje fataliteteve me 3.8% krahasuar me vitin 2023. Në total u regjistruan rreth 22.000 vdekje gjatë vitit që lan pas, kundrejt rreth 21.000 në vitin 2023. Scanintel ka analizuar të dhënat e Instat për sa i përket shkaqeve të fataliteteve, ku kryesojnë shkaqet natyrore, por edhe aksidentet. Rikujtojmë se me termin shkak i vdekjeve nuk kuptohet sëmundja ose simptoma që ka kontribuar në humbjen e jetës, si dhe rrethanat e aksidentit që kanë sjellë pasojë fatale. Në vitin 2024, 97% e vdekjeve ishin si pasojë shkaqeve natyrore, ndërsa 1.9% nga aksidentet. Por cilat kanë qenë shkaqet e vdekjeve natyrore sipas grupeve kryesore të sëmundjeve? Sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut kryesojnë me 52.9% të totalit të fataliteteve. Numri të prekurve nga këto sëmundje është në rritje dhe brenda këtij grupi rezulton se 39.1% e personave që kanë ndëruar jetë vojnë nga sëmundjet kronike të zemrës. Po ashtu 23.2% kanë qenë të prekur nga sëmundjet ishemike të zemrës dhe 20.6% nga sëmundjet e enëve të trurit. Të dhënat tregojnë se për këtë kategori vdekshmëria e femrave dhe e meshkujve është thuajse e barabartë. Pas sëmundjeve të zemrës, shkaqet e fataliteteve sipas grupeve të sëmundjeve përfaqësohen nga sëmundjet e papërcaktuara mirë, të cilat zën 21.5% të totalit. Këto sëmundje kanë shkaktuar numrin më të lartë të vdekjeve tek femrat, ku 70.7% e rasteve klasifikohen si vdekje nga pleqëria. Ndërkohë edhe tumorët përbëjnë një shkak të rëndësishëm të fataliteteve, duke u renditur në vendin e tretë me 15.3% të totalit të vdekjeve gjatë vitit 2024. Brenda këtij grupi në 34.6% të rasteve vdekja ka ardhur nga tumorët malinje të aparatit tretës, në 23.9% nga tumorët malinje të aparatit të frymarrjes dhe në 15.1% nga tumorët malinje të organeve gjinitale. Sipas statistikave, në Shqipëri gjinia mashkullore rezulton më e prekur nga sëmundjet tumorale. Nëse i referohemi numrit të fataliteteve sipas moshës, për grup moshën 0 deri në 19 vjeç, në 30.8% të rasteve, vdekjet kanë ardhur nga sëmundjet e lindura, në 26.2% nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut. Ndërsa për grup moshën 20 deri në 44 vjeç, në 28% të rasteve shkaku i vdekjes kanë qenë dëmtime traumatike dhe helmimet, ndërsa sëmundjet e qarkullimit të gjakut zën 32.7%. Vdekjet e foshnjave kanë pësuar një ulje, pasi në vitin 2024 u regjistruan 110 raste krahasuar me 144 në vitin 2023.